Zbatimi i aktit normativ i miratuar nga qeveria e ish-kryeministrit Berisha, i cili kërkon lirimin e banesës ish-pronarëve, duket se ka pasur pasoja të rënda sociale në të gjithë vendin. Në qytetin e Durrësit, 87 vjeçaria Sofie Qëndro, së bashku me nipin e saj 64 vjeçarin Lazar Qëndro, mbetën në qiell të hapur kur gjykata i ktheu banesën ish-pronarit. Për ditë të tëra, ky stol para bashkisë së qytetit bregdetar u bë streha e këtyre dy personave, pavarësisht paralajmërimeve të bëra nga media. Askush nuk mori masa për strehimin e 87 vjeçares. Me sa duket, shteti ka harruar detyrimin ligjor që ka të bëjë me sigurimin e kushteve minimale të jetesës për taksa paguesit e tij dhe për të moshuarit, ndërkohë që neglizhenca totale ndaj këtyre personave bëri që Sofie Qëndro të jepte shpirt pikërisht këtu, para stolit të bashkisë. Shkaku i vdekjes ishte të ndenjurit këtu. Me të motrën e mamas më ka arritur, kemi jetuar bashkë. Leviti nga ishin edhe të ndenjurat nga që rinte këtu, ju bën miqë sot. Por një rast tragjik u shënua edhe në qytetin e Kavajës, ku 70 vjeçari, Enver Shaljani, babai i 3 fëmijëve, i cili jetonte vetëm prej shumë vitesh, nuk e ka përballuar dot presionin e krijuar nga përbarimi, kur ka shkuar të sekuestrojë shtëpinë, pasi gjykata ua kishte kthyer atë ish-pronarëve. Ai ka marrë armën që mbante pa leje në shtëpi dhe ka qelluar ndaj tyre duke i nxjerrë jashtë. Më pas, në gjendje të rënduar psikologjike, ka bërë terror me të shtëna në ajër dhe pasi ka vënë zjarrin banesës, është vetvrarë. Ndërkohë që në Tiranë, vetëm pak metra larg qendrës, Petrite Xhaferi, 76 vjeç, së bashku me vajzën e saj prej më shumë se 2 muajsh, qëndrojnë në qiell të hapur. Pasi i kanë paguar shtetit për 60 vjet qera, ky i fundit i kanë nxjerrë në mes të rrugës. 76 vjeçaria me slotësh dhe dhimbjesh apelon për ndihmë pasi nuk dëshiron të ketë fatin e Sofie Qëndros. Ajo kërkon strehim pasi me uljen e temperaturave shëndeti i saj sa vjen e përkeqësohet. Si është gjendja juaj shëndetësore? Sa po vete keqësohet. Unë jam me zemër. Në të ftohtë zemra më shtrëngon. Me këmbët i kam të dia, gati sa më paralizohen. Tensionin e kam. Me ilaçe mba, jam për të bërë operacion. Me qa para një e dita ku? Këto lot janë një apel për të gjitha institucionet që të marrin masa të menjëhershme për të strehuar këto 2 gra para se të jetë tepër vonë. Natyrshëm na lind pyetja: a do të jetë kjo 76 vjeçare paralajmërimi një tragjedie të radhës apo reflektim për t'i dhënë fund kësaj situate?